Rikthehemi në studio, miq të dashur, pas kësaj ngjarje të frikshme që ka ndodhur në Elbasan. Nuk është hera e parë se të mos harrojmë, Elbasani ka dhe një avokat martir në një çështje ku kishte emra të rëndësishëm të politikës dhe të krimit të organizuar. Megjithatë, do të lidhemi me avokatin Përparim Çaça, mik i kësaj studio. Mirëmëngjes Çaça, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, kënaqësi. Pyetja është e thjeshtë, më duket mua, apo e keni marrë qetë? Jo, besoj që ndoshta këtë herë do ketë pikthese, për mendimin tim, besoj paktën. Pra nuk do duhet që të kalohet, po themi thjesht, vetëm një bojkot, por do duhet kemi një reagim real për sa i përket gjithë kësaj qasje që ekziston fatikisht ndaj profesionit avokatit. Pra nuk është, unë mendoj që kjo ishte një pasojë, pra ajo që ka ndodhur në gjykatë, ose mirë themi në një seancë gjyqësore, nuk është hera parë, pra ndodh rëndom, ndodh shpesh. Problemi është që nuk ishte shkuar kurrë që të arrestohej një avokat, por gjuha ose mirë themi qasja që ka pasur gjykata dhe prokuroria ndaj avokatit dhe që ndër vite vazhdon dhe ekziston, kjo është një gjë që dihet tashmë dhe nuk ka ndonjë gjë. Pra, për ta thënë troç, nuk kemi të bëjmë me paritet në sallën e gjyqit, nuk kemi të bëjmë me barazit të palme në sallën e gjyqit. Prokurori dhe avokati në sallën e gjyqit absolutisht janë të barabartë dhe gjykata është super partes. Pra, do duhet të shikojmë një gjë. Këtu në Shqipëri fatkeqësisht nuk e kemi këtë, realisht respektohet shumë pak profesioni e avokatit. Ndoshta edhe për fajt po themi të organizimit që ne kemi edhe vetë si avokati, por jo vetëm kaq, por qasje që ka vetë shteti, edhe në kuptimin e legjislacionit. Shiko, Flavio, ne kemi bërë disa ligje për sa i përket rregullimit profesionit të avokatit. Fillimisht, më në fund, të parin e kishim në vitin, po flas gjithmonë post komuniste, në vitin 90, pastaj shumë shpejt në 91 bëjmë një tjetër, pastaj bëjmë një në 94, pastaj në 2003, pastaj në 2018, që është i fundit ligje 55-2018. Ka ardhur koha ndoshta që të bëjmë një tjetër, po ta bëjmë ashtu siç duhet, pra realisht në cilën të jenë disa shtylla, pra disa kolona reale se çfarë do të thotë dhe se si duhet të respektohet profesioni i avokatit. E gjitha kjo ka ndodhur sepse ne kemi një reminiscencë ose një qasje pra të shtetit, në kuptimin deri diku, sepse duhet të kuptojmë që nga 67 deri në 90 nëse kemi pasur dhe fare, pra dhe mund ta heqim, pra do të kuptojmë një gjë që duket një gjë jashtëzakonshme. Nuk e kemi kulturën e duhur dhe nuk e kemi hyrë në thellësi se çfarë do të thotë profesioni i avokatit, çfarë përfaqëson ai. E kemi parë ndoshta edhe në kuptimin e zhargonit në mënyrë më të keqe, herë si sekser, herë si një person që ka ulur kokën përballë prokurorit apo gjykatës vetëm thjesht për të zgjidhur hallin momental. Ajo, për mendimin tim, do duhet shikohet në një koncept makro për të parë që realisht avokati do duhet të jetë respektuar. Madje ne nuk kemi ratifikuar edhe konventin fatikisht për profesionin avokatit, pra si shtet. Fillimisht do duhet fillojmë këtu. Dhe aty janë disa baza shumë kryesore që shteti është detyruar në kuptimin e sigurimit fizik, në kuptimin e respektimit profesionit, në kuptimin e infrastrukturës që duhet të ketë avokati, ka shumë elemente. Dhe unë uroj që tashmë të ketë pikthese, nuk është thjesht një bojkot sepse ne kemi qejf që të bojkotojmë. Çasha, kam një pyetje. Ajo që ndodh në sallën e gjyqit. Një sekond, më lejo një pyetje. Se dakord, kjo është, do të ishte në një rrjedh normale të ngjarjeve. Po sikur pika e kthesës në fakt tjetë pak si në vitet 60 një ilegalizimi i profesionit avokatit? Çdo gjë ndodh. Çdo gjë ndodh. Shiko, për ta kuptuar këtë edhe për teleshikuesit, mjafton të shikoni se po themi mënyrën se si e moderon gjyqin gjyqtarja në rastin konkret. Tërësisht e papranueshme. Do të nxjerrë jashtë, do marrë një avokat kryesisht etj. Pse? Dhe nëse do e merrni fjalin përgjysëm, se ka shumë njerëz edhe në rrjetet sociale që fatikisht e marrin fjalin përgjysëm, do të merren personalisht me prokurorin dhe oficerin e policisë gjyqësore, duke bërë kallëzim penal. A mund të thoni çfarë ka këtu? Pse duhet i tremëm një kallëzim penal? Absolutisht, çdo njeri ka të drejtë, mjafton që mos bëjë një kallëzim të rrem. Pra, nuk e kuptoj se çfarë ka këtu. Dhe si mund të, ku është kanosja këtu? Që ai do bëjë një kallëzim penal? Është në drejtën e tij, nëse realisht ka prova të falsifikuara dhe të manipuluara. Nuk e kuptoj. Pra, mjafton të shikoni se si e moderon edhe gjykata për të parë se si këtu prokurori dhe gjykata duket që janë një. Atëherë nuk kemi një sistem gjyqësor të pavarur. Ky është një problem shumë i madh. Duket sikur avokati do duhet të bëjë luftë me gjykatën. Nuk e ka me gjykatën.
Avokati ka përballë prokurorin, i cili ka ngritur akuzën absolutisht në emër të shtetit, në emër të Republikës. Por ama do duhet ta mbrojë në çfarë do lloj mënyre avokatin e tij brenda kufive të ligjit. Kjo është e padiskutueshme. Por të fillojmë tashmë që shiko se nuk duhet thuash atë, kujdes me këtë etj. Besoj që kjo cënon absolutisht debatin gjyqësor, kjo cënon të drejtën e avokatit për të mbrojtur klientin e tij. Jemi në një moment, thash, nëse nuk do i vendosim pikat mbi i, në këtë moment unë besoj që rrezikojmë shumë më keq dhe mund të ndodhë ai skenari që thoni ju, se në këtë vend çfarë nuk po ndodh. Pra, edhe kjo mund të ndodhë, që mund të merret në kontroll edhe avokatia dhe e mbyllim këtë. Ndoshta i vetmi zë i lirë, realisht paktën në sallën e gjyqit, është zëri i avokatit, minimalisht. Nëse do ta mbyllim edhe këtë, pastaj dihet tashmë se po themi çdo ditë po biem diktaturë, por këtu jemi realisht, ndoshta kemi rënë, edhe s'po e kuptojmë akoma. Ose s'po e pranojmë. Ose s'po e pranojmë, edhe kjo mund të jetë. Tani, ndërkohë Çaça, dua të ndaloj tek një çështje tjetër. Flasim për akuzën e të pandehurit që po mbronte avokati Bariami. Kam frikë se është një nga gjërat më të zakonshme që kemi parë dhe që ndodh në Shqipërinë tonë të 2025-s, ku është shumë kollaj për çdo qytetar të akuzohet për rezistencë, për kanosin ushtrim dhunë ndaj detyrës, për shkak të detyrës, rrethana si këto. A mos ka një inflacion, mos dori pak lehtësia me të cilën gjysma e shqiptarëve mund të akuzohen për kundërshtim të forcave të rendit? Kjo është vërtet, madje ne kemi pasur goxha raste, me thënë të drejtën, shumica tyre ngecën në gjykatë. Do duhet të jem pak objektiv në këtë pikë, sepse realisht janë vetë, po themi, forcat e policisë, ose mirë themi ata të cilët do duhet sigurojnë rendin dhe të paktën rendin kushtetues në këtë vend, e kanë shumë të thjesht disa herë për të bërë një kallëzim penal, për të firmosur disa letra kundrejt një personi në mënyrë subjektive, pra ata bëhen grup në thojza, dhe qytetari është absolutisht shumë i pambrojtur në raste konkret. Pra, kjo ka ndodhur shumë herë, madje kanë pasur dhe raste, fatmirësisht kanë dalë pozitivisht në gjykatë, sepse realisht duket që çdo gjë e montuar. Madje kemi pasur raste duke u kacafyr në një farë kuptimi, duke u gërricur vetë, duke bërë ca prerje të vogla, sikur realisht ka pasur dhunë nga ana çfarë nuk kemi parë. Dhe këto janë gjëra që ndodhin çdo ditë. Ajo që mua, po themi, më dha një shije të keq është fakti që e lidhin të gjithë të situatë që ka ndodhur brenda sallës gjyqit, e lidhin me kush është klienti, shtoku i X-it, ky i këtij, ç'pun kemë, nuk ke lidhje fare me. Tu flasim për atë çfarë ndodh në sallën e gjyqit, është një klient, nuk ka rëndësi fare se kush është. Nëse është i fajshëm, nëse realisht do duhet të ketë një masë sigurie rreth me burg dhe të vendosur, nuk ka lidhje fare. Nuk duhet ta lidhim me emra të përvetshëm. Duhet ta lidhim absolutisht në parim me atë çfarë ndodh në sallë gjyqi dhe si do të jetë sjellja e një avokati dhe një prokurori. Duhet të jenë të barabartë. A janë të barabartë? Fatkeqësisht nuk janë. Nuk janë edhe mënyra se si në thojza, një mënyra se edhe pritet që bëhet. Në po themi një aut gjykata ose në ambientin e gjykatës, shumë herë prokurorët nuk hyjnë aty ku hyn avokati. Tu duhet ta themi këtë, hyn në një derë tjetër. Pra duket jemi akoma në atë prokurorin, prosekutorin të reminiscencës të para viteve 90. Edhe kjo është një qasje e cila tashmë është ngulitur thellë fatikisht në sistemin gjyqësor shqiptar. Është një problem i madh. Dhe këto kritika së pari po i bën vetë sistemi, edhe nëse e keni dëgjuar para disa ditësh prokurorin e përgjithshëm, me thënë të drejtën, i cili ka mbajtur një deklaratë ose më themi ka dhënë një opinion përpara Komisionit Ligjeve në Parlament ekselent për situatën që nuk është prosekutor, pra nuk është prokurori në mënyrë absolute ngren akuzën në emër të Republikës, por nuk mundet dot me fuqinë që ka ligji. Ai që ngren akuzën është prokurori. Me fuqinë që ka ligji ngrej akuzë ndaj avokatit, ndaj kujtdo që ai mund të jetë. Jemi përpara madje që është një vepër penale veçantë që abuzime me fillimin e një procedimi penal. Në rastin konkret siç është po themi ndaj avokatit Bajrami. Kështu që fakti që ta ka dhënë ligji nuk mund ta abuzosh për një gjë të tillë. Nuk është e thjeshtë. Dhe në momente se po flasim edhe për rastin konkret, është i madh sigurimi, po hiqet liria dikujt. Është forma më ekstreme që mund të jetë në arrest në burg. Pra ti po e dërgon në qeli, po e dërgon në burg në një farë kuptimi, derisa të zgjidhet çështja, po themi me vendim prokuror. Por ama ndërkohë po e dërgon në burg. Pra avokati do të bëjë gjithçka dhe nëse ka parë
në prima facie, që realisht tu ka një provë të falsifikuar, normalisht do duhet të po themi të bërtas, të thras, në mënyrë që gjykata realisht të vendos pikat mbi i në të seancë se cila është e caktimit mas sigurimit. Kështu që në gjykimin tim, nëse nuk ndryshon qasja ndaj profesionit avokatit, ne do vazhdojmë, madje do jetë dhe më keq. Dhe nëse do kemi thjesht një bojkot, vetëm thjesht sepse normalisht ai do lirohet. Nuk është kjo. Madje mund kishte edhe një kallëzim penal. Askush nuk e ndalon prokurorin. Po pse do të merrte një masë të tillë për të arrestuar? Kto nuk arrit fare ta kuptoj. Kush ishte rrezikshmëria, çfarë po ndodhte? Avokati çdo ditë në sallat e gjykatave. Pra, këtë nuk kam arritur kur ta kuptoj, por besoj që e kam bërë si gest për të treguar që ne jemi të fortë, ne jemi prokuroria, ne kur të duhet të e kam bërë edhe për treguar që prokuroria dhe gjykata janë bashkë. Po kjo u pa, nëse do shikoni u pa, të nxjerr për jashta, vendos të fot për këtë, fot për atë etj. Unë besoj që i tha që duke pas parasysh që unë kam të dyshime dhe jemi përpara një vepre penale, ja tha, konstatoj që ka një vepre penale, unë do të bëj kallëzim. Dhe nuk e di kush është kërcënimi, sepse po të bëjmë kallëzim, nuk tha që do dalim për jashta, do kapim me grushta, do bëjmë atë, do bëjmë këtë. Pra nëse ne marrim fjalin për gjysmë, mund të ndodhë gjithçka. Fjalia do të merret deri në fund, do të merrem personalisht me ty, sepse do të bëj një kallëzim penal. Nuk arrit do ta kuptoj. Dhe më pas çfarë ka ndodhur? Nuk e kemi me sa shoh avokatin Çaça. Edhe një herë lutem për komentin për mbylljes. Po Çaça për ta mbyllur. Kështu që unë besoj dhe gjykoj që në këtë moment ka qenë i drejtë absolutisht vendimarrja e dhomës kombëtare të avokatisë, do duhet vendosen disa pika mbi i, do të bojkotohen këtë javë të gjitha proceset penale dhe do duhet. Me sa shoh e kemi të pamundur ta vazhdojmë teknikisht këtë intervistë. Çaça nuk e di të kam paktën sa për të përshëndetur. Po, uroj që të jetë një pikë these e nderuar, kështu që besoj që do vendosë pika mbi i dhe minimalisht të kemi disa iniciativa për të ndryshuar ligjin dhe në mënyrë që të forcohet roli i avokatit dhe i profesionit për të respektuar në mënyrë absolute, ashtu të paktën për të pasur barazi në një sallë gjyqi fatikisht midis akuzës edhe mbrojtjes. Ma lejoj një batutë me ironi nëse do të dëgjoj sigurisht përparim Çaça, me 5 ditë bojkot nuk më duket se do arrini shumë, edhe pse është interesante që praktikisht çdo profesion në Shqipëri në këto momente është virtualisht ose në grev ose duke ikur nga ky vend. Faleminderit përparim Çaça, ne do kalojmë në shkëputje të vogël publicitare, rikthehemi më njëherë pas pak, kemi një temë shumë interesante.